Këta të rinj një Ferizajas të shkollave të ndryshme për një muaj rresh do të kenë rastin që të marrin njohuri të reja rreth jetës aktive dhe zgjidhjes së problemeve shoqërore. Këtë mundësi u ofron organizata IMPO, e cila për 5 vjet rresht ka trajnuar 5 gjenerata në kuadër të shkollës së aktivizmit. Në këtë projekt, i cili synon që këta të rinj të zhvillojnë mendimin kritik dhe debatin demokratik në shoqëri, janë angazhuar njohës të fushave të ndryshme, të cilët me përgatitjet e tyre profesionale të rinjve Ferizajas do t'u japin shumë njohuri të reja. Në nisje të këtij aktiviteti, IMPO kishte organizuar edhe një ceremoni rasti. IMPO bërë një mision tjetër më të rëndësishëm, e ai mision është mision shoqëror, mjaft i rëndësishëm, edhe ky mision është që të identifikojmë dhe të zhvillojmë liderët e së ardhmës dhe të avancojmë komunikimin dhe bashkëpunimin ndërmjet të rinjeve dhe liderëve të së ardhmës. Ne po punojmë shumë që t'i inspirojmë këta të ri që në rënd por ata t'i zhvillojnë kapacitetet dhe potencialet e tyre dhe që pastaj atë potencial dhe ato kapacitete ata t'i kthejnë në formë të angazhimit në shoqëri për avancimin e komunitetit në të cilin ata jetojnë, avancimin e shoqërisë ku ata jetojnë dhe përfundimisht demokratizimin e Kosovës. Të pranishëm në këtë hapje të shkollës së aktivizmit ishin edhe drejtues të nivelit lokal dhe atij qendror. Drejtori i kulturës në Ferizaj, Naim Ferrati, tha se qeveria lokale do t'i përkrahë në vazhdimsi projektet që kanë të bëjnë me të rinj, e sidomos ata që edukojnë gjenerata të reja. Me këtë rast, Ferrati nuk hezitoi ta lavdrojë organizatën IMPO. IMPO vazhdimisht po bën punë kreative, aktive për qytetin dhe për të rit. E tha edhe Alboni që edhe një prej aktivitete apo misionit të tyre është edhe të përballet me komunën, edhe të shtyhet me komunën për të mirat, ngecjet, arritjet dhe mos arritjet me qëllim të interesit të përgjithshëm. Në fjalë popullore thonë ata që shtyhen edhe duhen, kështu që pushteti lokal e do jem po kështu të fuqishme, aktive, me perspektivë dhe po besoj që së bashku ne jemi vazhdimisht gatshëm që të mbështesim aktivitetet dhe po pres që edhe kjo gjeneratë jetë gjeneratë e suksesshme dhe nxjerr në sipërfaqe djem dhe vajza, student dhe studente, taft dhe aktiv për përballjen me sfidat dhe me aktivitetet që na presin qytet. E njëri nga themeluesit dhe udhëhecit e parë të IMPO-s, i cili ka kontribuar për funksionalizimin e shkollës së aktivizmit, e tani zyrtar në institucione qendrore Ramadan Ilazi, zëvendës ministër i integrimeve evropiane, tha se për IMPO-n ka një emocion të veçantë, duke shtuar se Ferizaj vazhdon të pri në jetën aktive. Nga ajo gjenerata e parë e IMPO-s kur jemi angazhuar për të nxitur një frymë kritike, për të fuqizuar idenë e protestës jo domosdoshmërisht masive, për protestës të shprehë pakënaqësisë me politika publike të institucioneve, edhe tani kur IMPO pas 10 viteve pothuajse po punon për transformuar konceptin politik demokratik këtu në Ferizaj, edhe gjithmonë gjërat e mira ka nisën këtë komunë edhe jam i bindur që edhe do të vazhdojmë, prandaj përgëzime juve, përgëzime IMPO-s për këtë punë të jashtëzakonshme, sepse nëse ne jemi duke punuar për të integruar Kosovën në Bashkimin Evropian, shtylla qendrore e këtij procesi është pikërisht ajo çfarë u tha dhe këtu, demokracia, funksionimi demokratik i institucioneve tona. Ndërkaq, të rinj të angazhuar në shkollën e aktivizmit janë të lumtur që patën rastin të bëhen pjesë e këtij projekti të rëndësishëm për ta. Po fillimisht, qëllimi i shkollës aktivizmit më ka duke shumë të reqës e shumë atraktiv, edhe qëllimi edhe synimi i tëne më ka të rekë më kam pjesëmarrëse në këtë shkollë. Kështu që unë prej mas dalë për shkollës aktivizimit, synoj me marrë shumë sene, me përfitu sene të reja që kanë mu vytë për të ardhmen temë. Edhe në jetën temë profesionale në ashta. Mendoj që mas të dalë për kësaj shkollës të aktivizmit, unë kam u konë shumë e përgatitur profesionalisht dhe kam e konë ma jaftë që në tarë me boni tarë në matë mirë dhe me arrit ma shumë edhe më bosë si një qytetar aktiv. Gjithashtu edhe është një anë tjetër socializimi me njerëz të tjerë cilë nuk e një dhe po besoj që kjo ka më honi sa në shumë i rëndësishëm për ne. Shkolla e aktivizmit gjatë vitit 2015-2016 do të mbahet në 8 qendra më të mëdha të Kosovës dhe më shumë se 250 të rinj do të kenë mundësinë të ndjekin trajnime teorike dhe praktike. Shkolla do të zhvillohet përgjatë këtij muaji, ku për çdo fundjavë të përzgjedhurit do të kenë rastin të zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në këto module, aftësimi për treg të punës dhe përgatitja
për bursa, për edukim profesional, aktivizmi, shkrimi dhe menaxhimi i projekteve, të drejtat e njeriut me fokus lirit fetare dhe barazin gjinore, si dhe aftësimin për argumentim dhe komunikim masiv.